Të nderuar qytetarë të dy anëve të kufirit, sot, në këtë ditë solemne, ne nuk inaugurojmë thjesht një rrugë. Ne hapim një kapitull të ri në dobit kombit tonë. Rruga Gorozhuk-Pogaj është më shumë se sa asfalt apo gur. Është një urë që lidh dy fshatra, dy treva, dy anë të një kombi. Është një urë që nuk ka kufi për gjakun, për traditën, për kulturën që na bashkon. Dhe ky investim është një testament i lidhjes son historike dhe shpirtërore, një lidhje që ka mbijetuar në shekuj. Së bashku me dy rrugët e tjera të protokollit nënshkruar, në shtator të vitit 2023, ne po ndërtojmë jo vetëm infrastrukturë, por ura shpirtërore që bëjnë të mundur që gjaku i shqiptarit të rrjedh lirshëm në damarët e kombit tonë, pa barriera, pa pengesa. Edhe ky është një mision që ne ndajmë bashkë, Shqipëria dhe Kosova. Është një vizion që vjen nga vullneti dhe përgjegjësia e dy qeverive tona. Një vizion për qytetarët tanë, për jetën më të mirë, për një të ardhme ku kufit nuk ndajnë, por na bashkojnë më shumë me njëri tjetrin. Le të jetë kjo rrugë të dashur qytetar një simbol i bashkëpunimit, i shpresës dhe i dashurisë që lidh shqiptarët kudo që janë. Sepse në fund, ne nuk jemi fqinj, ne jemi një kombë. Zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, sot shënojmë për urimin e projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod, me vlerë prej 2.6 milion euro, sot inaugurojmë edhe rrugën Gorozhuk-Pogaj me një investim prej afër 1 milion euro e me gjatësi prej 3.7 km. Kjo rrugë i lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një. Fshatrat Gorozhuk dhe Pogaj, të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Lidhja jonë me Shqipërinë nuk është vetëm historike e shpirtërore, ajo duhet të jetë edhe fizike dhe në këtë drejtim ne po ecim bashkë me hapa konkrete. Të dashur qytetar e banor të këtyre zonave, urime dhe egzofshi rrugën.